Prurjet me intensitet të lartë në lumin Vjos kanë shkaktuar në zonë një sër problematikash, duke sjellë edhe përmbytjen e banesave të para, por edhe të tokave bujqësore. Intensiteti në rritje këtyre prurjeve, por edhe parashikimet për rreshje në vimësit në shtetin fqinj të Greqisë nga ku vjen Vjosa, por edhe nëpërmjet dhe me Maliaj, kanë bërë që frika të jetë prezente në zonë. Banorët të cilët janë më të rrezikuar janë ata që e kanë shtëpinë pranë lumit, të cilët thonë se kjo situatë i tremb. Ata kanë frikën e daljes së Vjosës nga shtrati, e cila mund të përmbysë më pas shtëpitë e këtyre të fundit, duke bërë që situata të kthehet alarmante. Po si kam frikë po qa? Do bytemi, do na ikin njerëzit e shokët e vëllezërt. Ku e ke banesa, apo e ke lartë? Jo në Levan. Rrezikon ti? Rrezikojmë po qa? Qa të bëjmë, qa të bëjmë. Por ka dhe nga ata banorë të cilët nuk kanë frikë nga përmbytjet. Për shkak se sipas tyre, kjo është një situatë e përsëritur që e kanë parë dhe më parë dhe kanë njohuri kur Vjosa del nga shtrati. Në nivelin që tashmë është momentalisht, qytetarët thonë se nuk ka rrezik për banesa. Ata vlerësojnë edhe masat e mara. Në krahun e Vlorës jo vështirë, s'është e vështirë. Në krahun e Vlorës, në krahun e Fierit ka dalë poshtë afër Grypderdhjes. Mendon se mund të dalë këtu në Novosel? Varet nga prurjet që bien shirat e zonës Gjirokastrës të Pelenës. Çfarë thon, si janë prurjet deri më tani ose çfarë shikon? Janë të larta? Nuk e kam iden. Të larta janë. Ke frikë, ndehesh i friksuar? Jo. As pak. Banesa ku e ke? Në Poro. Jo. Ke marrë një masë, ke rritur vigjilencën? Qa vigilenca, atje ku jam unë s'ka nevojë për vigilencë. Po banorët tu mendon se kanë frikë ose janë friksuar nga kjo situatë? Besoj se po, disa po thonë po s'postojnë baktit. E keni parë më parë këtë situatë apo shere parë? Po, jo, e kam parë, më të vështirë biles. Jo, nuk ka se, ne i themi që ande se kam grua që nga Gjirokastra, po s'pa të viroj, të derë dhe viroj, të vi nga Greku, këtu s'ka uj, ku je larë këtu ti? Do bje niveli? Po bje, shiko vijat, po bje. Ku e ke shtëpinë? Unë kam në Aliban. Jeshe ka rrezikësia juaj? Jo, është 4 metrë rritura, jam në Bregore. Zona e Novoselës dhe ura e Mifolit janë pika lidhëse mes Vlorës dhe Fierit, ku shumë prej banorëve nga Fieri vinë në Novosel thuajse çdo ditë. Sipas banorëve që jetojnë në fshatrat e Fierit, Vjosa në këto nivele nuk rrezikon. Ata tregojnë se më parë situata ka qenë edhe më keq, ndaj besojnë se niveli i prurjeve do të vijojë në ulje dhe nuk do të ketë situata alarmante. Ne jetojmë Cakra. Në Cakra. Si e shihni situatën e Vjosës sot? Po nuk është keq. Pse? Po te nuk doli, zor dali, nuk. Jesh i friksuar se kushtet motit nuk parashikohen? Qa nuk bën zoti? Rrezikot banesa? Apo je larg? Jo, e mi lartë ne. Ke parë ndonjëherë këtë situatën apo ka qenë më keq? Ka qenë më keq, jo ka dalë. Para 4-5 vite ditë me shumë. Po situata duket lumi e shumë i rëmbyshëm. Ke mendon se mund të dali? Po s'fryti erë nuk del ajo. Po fryti erë? Se era blokon Grypderdhjen atje edhe ajo e blokon, era. Keni rritur vigjilencën? Po patjetër ashtu vigjilencë jemi ne. Ndërkohë, sipas informacioneve, prurjat të cilat vinë nga zona e Gjirokastrës dhe me Maliajt janë në ulje, çka jep shpresë se niveli në Vjos do të bjerë ndjeshëm, duke dalë nga gjendja alarmante momentale.